pozita më të larta, gjithmonë edhe në kohën para luftës edhe tash gjithmonë kanë qenë njerëz që kanë udhëheq. Mirë po, m'vjen keq pse i thojnë tamaqar, se në Prizren janë hala ma tamaqar, ma koprac, po unë mundi me thonë që gjakovart janë shumë ekonomista. Shumë e vërtet, po. Ekonomista, jo tamaqar, po nese, çdo popull e ka kështu batutat. Nuk Ka një popull, Gjakov ka një qytet. është shumë zor me gjetë njerëz bërbaxhi. Me thonë janë shumë të arsyeshëm në shpenzime dhe investojnë ku duhet. Domethënë nuk e çojnë mundin e vet dom, kështu veç. Ata i kursejnë parët për me bu diçka të madhe. Bravo. E pastaj investojnë nga pak, se nëse ti nuk kursen për me bu diçka të madhe, e tanë kohën harxhon për sandret e vogla, ajo nuk është menaxhim i mirë i parës. As nuk është dorë shlirë, as nuk është tamaqar. Se bashkë verset në Kuran thot, tamaqarët, kopracët edhe dorë lirët, të njëjtin dënim do ta kenë te Zoti. Sepse tamaqari, koprac për shembull, ti je grueve, e ki një koqshi përballë, edhe ajo është koprac. Edhe ti ki shumë nevojë për ndihmën e tij, po ai është përveç kopracit, zakonisht kopracia hyn edhe me ndemasin. A në vend se me të thonë ty, që si kom 50, po i kom 20, që urno, a i thot, pse se ke të buti, pse se ke mledh, do më thonë të akuzon me njerë. Ky është tamaqari që është i urrejtur të Zoti. Po është edhe një tjetër... Me ta thoni, këvalle? Që ta kry veç, zemër të kom. Është edhe një tjetër kur është dorë shlirë. Për shembull, është dorë shlirë kur nuk është menaxher. Unë në zyrën për konsulta këtu që e kom bashkërtore, edhe vinë grata në kohën për burrin. Kur suma se kuptoj që është jo që për fukarallëk, jo për varfri që dojnë munda, po vetëm për keq menaxhim. Sepse po thot burri jem din me ble, po thot veturën më të mirë, orën e ka, po thot ka 10.000 euro, ka 5.000 euro, ndërka që kura më pytje, tha une edhe shtëpia ndoshta mu ka prish shporeti, du me blu një shporet tjetër, a i thot, ajde lene se s'kom pare, se në kom angazhime. Do më thonë, keq menaxhimi. Për këto gjakovarve ja jap dorën. Po këtu jam, po zdia e ka që ruqnën, apo më s'pëj nisë da pet keri. Unë e qoj ruqnën edhe ta bëj blok. Po, ani, faleminderit. Blok në TikTok. Hajde të kësef shandarsën, djali. Nipi e pyt gjyshi. Nga kemi ardhna, po të kena ardhë prej majmunit. Mas disa ditve pyt gjyshe, nga kena ardhna? Tha kena ardhë prej Ademit edhe Havës, Adamit edhe Evës, varët apë. Tha, po pse gjyshim ka thonë prej majmunit? Nashta tha, fisi atina prej majmunit, po joni o prej Adamit edhe Evës. Nashta fisi ati prej majmunit. Po gjyshja kur shkojnë në parajs, në gjennet atje, bukuri, shëtisin, krojet, anena, knena, ajo po të regon që sa bukur, sa mirë, kur këtë gjyshë bët, ti edhe ushqimi jytë ekologjik, kena muj 30 vjetë ma herët me arktu. Bio. Që ka hongër veç bio. Nuk është kun paraj se ka jetu ma gjatë. Kush i ka fajet gruja? Goknen atash. Afrohet burje dhe gruja afër autobusit dhe qysh me nëzër një bilet pa pare, thot valnit kondukter tha, a paguhet për transportin e luleve? Jo, tha, lirisht, pa pages është. E thirë gruën, mimoza, hajde se pa pare për të qenka. Po një dit t'i kvalja ka hi me të një pemshit, i pëlqyn do mollat, tha, bënja 2 kileve që më shtelmi letër një ka një, ani tha zoj, s'ka problem. Unë kam qefë që ashtu me qetë një ka një. Kur ishe edhe domate, patligjana që shi thuni, bën edhe qëto një 3 kile se kanë me marrë do misafir për salat, tha. Po tha zoj, një ka një ti më shtjellim, s'ka problem. Kur ma anena she do pasul, tha, po pasulli sa kështë, jo zoj, pasulli o shit, u shit pasulli. Mos ta teproj ma shumë, faleminderit shumë.
Ajde na jo me burë grue na ajde, të mira. Ofendon burri gruan, e thirr lop. Edhe ajo vjen prej punës, thë qërë tha pram je kon shumë nervoz, s'kum dash me shtu benzinë në zjarë, po herra e fundi që më ke thonë lop. E tash po shkoj me pushu se mu kanë lodh komt. Më falë, tha, cilat para ta mrama. Prapë si zonë ljopi këtë. Po i poshtë njeti, vre. E une që shtu kur e kom për shakaj poshtëri, zdia është njëra. E pyt njoni, Po kisi vlojë. si e ka emrin baba, tha, me tush, more tha, s'po të vesë që shpo lash, po që ka emrin baba. O, ma ka dalë qitën dytën, se mu po më thësh rruqtën se ka tu. Ma ka dalë se su po nalemi tu kesh. Në 4 orë ku prit për qëto 5 minuta, që unale, qova rruqën. Jo, veç ma ka dalë, mës në thuj një mas një, veç të regona që është të bukra të mire. A të rego qka të pëlqen të gjithë. Me toshtë. Jam zari fjallë. Respekte Lulieta, po thotë mashallah, respekte. Luliet që të burri poshtë e kom burri jem, është. A ty të regoj që t'i këbalja parfem. Hajde. Njerë stërpik, dyër me gojën. Si Gjakovar pja për ka pësës. O edhe që jam, ona që të jam ba. O je poshtër. Unë vetë qes kështu prej largë, qes edhe dhoma me marri, se kom të shi shpijës mi ardhera, qes prej largë, i thotë, o afroje grua se para janë, atë bese edhe dhoma edhe vetë makës, parfimosë. Ja, kja e për pës me gojë. Qysh bën e Gjakovari që qëtë parfimin bën dyha me gojë pës edhe njerë më shumë parfimi. Po, unë takun kojshike, t'i këbalja me një kojshike këtu për balë. Qysh jeni ajni mirë, që mirë ju s'jeni, falë kojshike prapë në dishka drita u dheske unalke. Po, bre, tha i këbalja, pithët, keshtu lexuar një libre, kur e kthej shafaqën e na qa dritën. Me kush të mirë. Mos ma rëgju dritë. Mos ma rëgju dritë. Ka batuta, sa doni po, aforizmat janë shpirtja si, pritë edhe poezin të thonë edhe u kry. Ka thonë gruja ty najherë të dua. Gruja duhet kur mos me thonë burit të dua, nuk thot, nuk e ka në natyrë. Po, qka thot gruja për me kuptu buri që e donë gruja? Nëse të pyt gruja a më donë, pra nëse të pyt gruja a të donë, atëre dije që ke zonë thellë rajt në zemrën e saj. Shumë e vërtet. A ka mundësi më ndërlidhë që tu e kum lexu me një libër psikologjisë, që thot... Ku begi na ka arë, tash mesin deri një begi. Ajde muna, ki pa atë dishko me në të Po, ta me thënë që kom lexu me një libër psikologjisë që thot gruja dashuron kur ndihet e dashurume, kurse burri dashuron prej vetvetiut, do më thonë. Gruja largohet kur e shet që nuk është më e dashurume. Edhe pikërisht ma mbështeti kjo këto që thatë ju, që ku e kupton ti që gruja o ka dënë, atë moment ku e ka kurreshje me dita jeti tu e do është ato. A më donë. Mund të tjilë. Po, se esenca asaj në ishtë, do më thonë, si dashuron një moshkull dhe si dashuron një femën. E femna e kishë shumë primare me qenë dashurune prej partnerit, që ajo mund një konfor edhe do më thonë, mu konë natë natyrën e saj. Atë moment që ajo e ndjen që burri nuk është tu e dosht, ajo distancohet komplet. Përshë ato janë bërë edhe dashuri këto njoftimet e martesat shumë të vështira tash. Sepse vajza po lyp dikush me dasht, e mashkulli nuk po mundet mja dhona dashunin, sepse vajza e ka përzi dashunin shpirtore edhe materialiste. E vërtet. Këtu o problemi edhe mandej kur pja kërkona e një dashuni, ndoshta po ka qef mja ble një Flori, po ndoshta s'ka pare, po do ta t'ja ble një Swarovski. Po e pedin që gruja e dashura vet ka qef luksin, ka qef ato këto,
edhe po bëhet miks dashuria shpirtërore, emocionale me dashurin materiale. Edhe fillon pakënaqësia. Po pakënaqësia, sepse për çato më thonë unë kur duhet mu martu një djalë, do të m'ja tregu më njëherë. Kjo është standardi jem, kaq. Ama ti je i pasur, valla ajo pasunia është e babës tem. Kur të vdes baba jem, çka na mdan, çka na jep, elhamdulillah, falë Zotit. Tu njerëzit janë të s'po kanë atë guxim me i thanë Ju vajza. lutna shumë, kontrolloni ka pa komente të fshini. Prandaj duhet na prindrit diqysh mi ndihmu fëmijëve që mja josh martesën, sepse edhe profeti na ka mësuar martesa është gjysa e plotësimit të besimit. Sepse kur martohet, ai është ma ndryshe, është ma në O, zoti të rujtë, Baceluan. Plot jetë, plot pozitivitet më falë zonja Iqballi. Zotit rujtë o Baciluan, Allah të rujtë. A di që shumë qëtu e shoh atë energjinë edhe pasurinë e jetës, kur dy njerëz dhe kalojnë ma shumë se një gjysmë jetë bashkë, edhe ti e vren që janë shok. A keni pa batutën e sotshme? Po, e kum po. Edhe, a di që jam pyet, unë nuk kisha guxu, ju jeni shumë të guximshëm, se unë isha tut që mos po bëj diçka gabim me ato, e bile zonja Iqballi ta ndroj një herë ato vakumin. Unë e kom bë sot për fytyra, peshe këtu që i kom pak se ma kuq. Po, Në sherk. okej. Këto janë metodat e vjetra që bëhen vakum me gota edhe për fytyrë. E di, zonja Iqballi, Edhe për medal që unë jam sa vjeqare, 60 edhe 59, po ajo e ngren kështu edhe ti ngren mozat, edhe kjo pjesa që varet këtu për shembull, kap me këta e heke ngren edhe bëhen mozat edhe dukesh ma e re. Është shumë praktike, po minimumi vakum gota një herë një javë. E kom, me profesion e kom bo, dhe më thonë, vite 2000, po kom punu për një ndërmarrje në Gjermani, në administrat, që i ka prodhu këto aparatat edhe e një këtë metodë shumë. Po në shpinë, për shembull, duhet me i ditë pikat ku me i qitë ato të muskull. Mos u mërzit shumë. E di unë, që ju Vetëm e dini. Vetëm që tu të truni nuk ban. Po. Se këtu jenë qarkullojnë venat, që tu është shumë rrezik, mundesh mja hek memorinë sen. A këtu në trup, kërkund nuk është rrezik, ama bashkë kërkund. E mi posu nozat, zonja Iqballi, mi posu nozat e lujtëme. Ti regulon, ti bon kajmak. Seriozisht? Puf. Unë a di që Vetëm a i ki L apo i ki pina, M. se e porri shumë kështu në kompjuter e në telefon, veç kur qohë mëngjes, luan po mdhem shpina, ky tak, bon edhe në naj masaj, naj send edhe qështu e tjera e tjera. Edhe i qetë ato gota, tak, edhe a beson më qohë më kam. Mare për turpin. Wow. Po normal është gruas mi bën masazh. Jo, nuk është, gruas masazh, unë s'di çfarë burri është. Qendresa po të pyet, qysh e bën got vakumin fytyrë? Po së më shtini me marë tash, ajde xhanëm, apo ma vjerë tia, apo vi une. Që po ti unë spritoj, e kum fshi fjallën, pritoj nga fjallori im. Sa i... Zotit të rujtë. O i soni une, kom gjakun A besoj se po më knoqet zemra kur të shë një qetë kaq mirë se kalojnë. Pasha Allah. Iqballi, a besoj po më knoqet zemra se kjo shë se po kaloni mirë. Pasha Allah. Tëre tashti, une me fulli realitetin, po mos të ishe, kjo nuk ishke edhe kja, por mos nuk ishke kjo, nuk ishe edhe aj. Edhe kështu është ajo që të dy t'jenë në shumë, kuptim shumë të shumë të rrëzishëm. Këto nuk janë me rrym. Okej. Tash kanë dalë apostafat që janë për fytyrë, janë që është sikur pompa. Dvogla sikur kjo, po janë sikur pompa. Edhe ato që shtu cuk, pingren të nalë. Tash për shembull, kjo pjesa, normal, kur je ma e shnosh, kjo rrinë ma e frime, po unë nuk jam qa që shnosh,
Edhe kjo fillon pakës, mosha, 60 fillon Kolageni do pësot edhe bjen në shumë normale, po. Kolageni, a? Qajo. Kolageni, po Edhe e merë këto, zakonisht unë e kom me asi e pastroj me palomat lakta, por për trup nuk ka nevoj me lyme me vaj najsen. A për fytyrë duhet pa tjetër naj vaj ose naj krem që është e but. E ndryshme. Si Bekutan ose unë e kom një ujë si alkohol, por si zhele alkohol. Për dur, në kohën e koronavirusit, për dur ajo tak qetet këtu edhe ja qesish atë në fytyrë, edhe merë që pjesën që këtu veç më ka bo pak ma kuq që po i kom lu, po tash nuk pe boj, ose hajt pe bojnë qetonën, e qetë qëtu, edhe e ngrin këta, jo shumë, 1 herë, 2 herë. Edhe, shiko kjo që shporin, tash këta e ngrin kështu të lartë, që shpe ngrin. Ja, kjo edhe e bën në natë, shumë mirë. Po, Pita ona e kanë stu ku kom vukën kafën. Edhe këtu e ngren kështu, e bën këto pra kështu. Po, e ngrej vakumin edhe e mshën, po. Po, 2 herë. E ku i blin, po kanë pyt e zonja Iqbal? Këto i blin të 4 lullat në Prishtinë, këto dyqanet e vllaznive musliman që janë këta i bin, se ata i bën për hijame. Po kjo për hijame, une nuk e preferoj, sepse ata e ngren për shembull kështu, e mandeja ju më lidhët gjaku, edhe prin me zhilet, edhe janë nxerrin gjakun. Kjo është metoda shumë e vjetër. Na kemi tash medikamente që ta pastron gjakun. Edhe unë, për shembull, çdo 6 muaj kom vendos me dhënë gjak. Para 2 jave kom dhënë gjakun, 300 gram për tezën e burrit, sepse burri s'ka mund me dhënë, se nuk i lejohet ma pak se 4 muaj. E ky sa pati dhënë gjakun e vet, mande tha Iqballa po vjen, hajt po vi, kur e lexova aty në ChatGPT është e mirë për klimaks, për zemër kush ka probleme, sidomos te gratë mas klimaksit, shumë mirë është me dhënë çdo 4 muaj, çdo 5 muaj. Edhe hijamën nuk e preferoj, po ma mirë është me dhënë gjak, ose kam medikamente që ta pastrojnë gjakun. Zonja Iqbal, e kam një Me lutje. zhilet, aty hijame me dhënë. E kam një lutje, zonja Iqbal. A mundesh me caktu një live me bu edhe me bisedu rreth kësojna edhe diçka tjetër? O shumë e mirë. Edhe këto e bojmë edhe e bojmë në praktik. Do me thonë e që këtu 2 herë, veçën duhet me kanë me krem e lyme, e hek këtë pjesën edhe e ngrin kështu. Komplet deri këtu. Edhe këtu e kap, edhe të shushtërngume komplet deri nalt. Edhe këtu që ka këtu vija, e bën këtu, edhe e ngrin për mi hek këto rrudhat. Do me thënë, kolagjenin me që ku duhet, nuk ka nevoj as butoks, as kur gjo. Vetëm e ka qështu, vërër të kënina. Me këtu kolagjenin e aktivizon edhe e shpejton qarkullimin e gjakut. Bravo. Edhe mbi të gjitha, nëse i bën që to formen që shjetu e boti zonja Iqbale, je të shku me gjandrën me qarkullimin e gjandrave të limfatike, që do të thotë i hek gjitha toksina, se do me thonë gjandrat limfatike në pjesën e naltë trupit mas shumë të i kena në gjaks. Do me thonë ato janë ai sistemi që na rregullon neve imun sistemin, ujin e trupit, edhe nëse e ngreti prej ktuhit, prej mjekrës, edhe çon deri te gjoksi, do me thonë ti kret ato ujnat me toksina që i kemi në trup i ngrej deri te gjandrat, ja u çon hazër, ato vetëm i filtrojnë atëherë. E shpejton edhe cirkulacionin. Bravo, gjandrat limfatike. Miran kur jam kon, ata e bëjshin njëherë një aparat, e kishin si avull fytyrën e bëjshin. Bravo. Ose e qesin një peshkir në kof me kamomil, me qetosende, edhe avullohet fytyra. Kjo është për pastrimin e fytyrës. E njëjta mënyrë, me qëtë aparaturën, mirë po pa qenë avull, nuk mundesh. A kjo për me të ngret këto kolagjenin, muskujt mja dhënë drejtimin ty që shpodon, mos me të shku goja kështu si shkronja u, po me nejtë normal, mosh ma djetër, atër vetëm e kap që tu, edhe e qonë kështu, që kjo është me e vogla,
që kjo është më e vogla. Bravo. Ato me ovull e bojnë për shkak që nxehtësia e ovullit jo vetëm që i hop poret, po edhe e relakson mushkullin që ti me mujt me ngrej mashlirshëm. E relakson nxehtësia. Po. Wow, bashkë për mu, bre. Krejt ato pikat e zeza krejt dalin, është çudi. Shumë është e vërtet. Unë s'kam. Varet shikon njëri poret. Po. Me mund me lëviz. A më shumë e mirë kja? A është e mirë me bu një tim një dita që më... Mune me bu një tim, mune me bu për vakum masazhe, gjermanisht kjo thirret vakum masazhe. Ti paske ma shumë njohuri, mona edhe pidin terminet, unë e veç t'jesht e boj kështu për vetja. A më shumë bukur t'i shpjegu. Mirë të dyja të bashkë, unë e kisha bo me praktik, edhe Luanin e kemi këtu për eksperiment. Ja që së në shpinë aty, I bu i mund kë. E kemi si laboratore kemi, I love you. Mikrofonin bëca Luan. Me poezia më të bo për ikbalën e mu që shtu për eksperiment, shumë. Faleminderit. Ani, hajtë një poezi, thoma, hajtë. O, soni qëfar bore. Ku jeti këtu? Ku po bjerë borë? Gjermoni. Në Gjermani. E ka bo shyreta. Düsseldorfen. Jo. Në Hamburg. Në Hamburg. E që punimi i gjokut shpejtohet, kula djeni ngrehet. Kretë burg që hajnë burgun e hajnë. Krejt e hajnë. Hamburgera hojnë. Hamburgera. Ajde, Luan, poezin. Ajde. Të thash eja dhim të zemrës ti tregoj. Po si me ti tregu? Se ti kur vjen dhim të zemrës shkojnë. I love you. Bravo. Bravo. E herën tjetër ju bëj edhe do rep kam. Merë me të mirë, kësë më thota më kom të para, kom të dyta, nuk më thota. Ja, më rëqo. Kom për asret një grua, një Allah një grua të kom. Albini, zotëri Kelmendi dashti me thonë. Një fjallë popullore theshin, qingji but. I thith dy nona, kjo e thot ma bukur, hajde Luan, hajde zemër. Ti po soni fjalla popullore, qingji but e po sisin dinara, apo shpia male po ka biriqetin e male. Luan Daka e ka po gjithu. Po thithin dy nona në mu. Ajo shpia madhe ka biriqetin e male, që ka the? Si kuptuva që? Shpia male po ka biriqetin e male. Okej. Fjalla popullore. Po jo të qelit së më thënë dhe, po me lë. Shpia male po ka biriqetin e male, me pa ftyre ki bo. U të ka marrë ftyra vlak, du të mi qitë tapetat keramikës. Mos bon racizm. Unë s'po foli kur gjo keq, unë e di krejtas. Veç për foli dialektin, apo? Në di njerëzit që mirëna edhe me rep. Me rep? A e ta qyri? Repo vati. Ton pet lutëm bëhu gati, se do di unë pasteje. Hape moj do lapin, prit pak. Qukce pak, qukce. Jo veç rep prej karikës. Ta lodhi pak se ma mirë flen. Soni, ma mirë flen. Që e ndhëm gjumit, unë e ndhëm punës. Ma pik kompleks në finuaj. Jo, po do në me bo, kuku ka me bo në i cirkus, basha zotin, a beshem pas shyra, është u vesh, dishka. Jo, në këshojmë na. U bo kuler. Kulero. E kravat. Son tet lutëm bëhu gati, se do të vi unë pasteje. Hape moj do lapin, zgjedhe ti fustanin më të mirë. Nëse nëna nuk lejon, atër gjejve shtek si di. Mos u ngut, mos u shpejto, prit, gjersa gjumin e ka plon. A e din se gjithë do t'jena tjerë, për në të ketare. Shkojmë së bashku, 1, 2, 3, ka mandolinën, bjeri, qifte lijës. Ajde.
O mërdhina të piki cigare. A ti ke dalë jashtë me di. Me pi cigare. Ja, se pi mrena. Bregana ka. Hajde na lexo pa Kur'an, se unë jam dashurut e tip se e kanë djali mirë i devotshëm. Se kanë i repera. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Shumë faleminderit, në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi i takon Zotit krijuesit të botrave, mëshiruesit, mëshirëbërësit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Në udhëzon në rrugë të drejtë, në rrugën e atyre ndaj të cilëve ti je o Zoti i kënaqur, e jo në rrugën atyre ndaj të cilëve ti je i hidhëruar dhe janë bërë si të humbur. Amin. E përktheva në shqip. Faleminderit shumë. Amin. A ju pëlqej burim Luani si po këndon Kur'an, a ju pëlqej? Kur'anin po, shumë bukur. Fenomenal. Rap ma shumë më pëlqej. O Soni, a di që jam dashuru në burin tem? Je dashurua? Po jam dashuru, se me dasht është tjetër. Zote. A me Atëre dashuru... gishtin që ma ke kap gishtin atëre. Ajo ka qenë filestare. Ajo ka qenë e dyta, kjo e para kur s'kam njoft ty. Para gishtit kjo kanë. Be që shpo dush, po kum pas me shkryt në roman, be po dush me maqit prej goja. Ani, po shkallzot, i ndroje, thuj. Jo, po du me kallzu se Soni... Për na i kjerë trego diçka. Edhe Moni s'pja shoftyje, po Soni shumë, po m'jen një vajzë simpatike. Grua të vetëra, po du m'ja kallzu. Edhe të na muslimanët, kur shkojmë me falë Taravin në Ramazan, edhe ky ka ardhë prej Sarajevës, atje student, edhe tash duhet me bo praktiken. Me falë namaz, po vetëm si 18 vjeqar, që shtu 17. Edhe u duke ky me falë namazin e Taravis. Taravia shumë rekat. Edhe unë e kom shku në gjami, rasisht që kjo gjamia, ku është ky. Ku ka qenë, po ati kur shkon hoxha nuk e kthen ftyrën ka gjemati. E na gratë jemi kanë nartë. Unë e isha e para aty, që shkam qenë në qytet, ashaj po hinë gjami, pe fali Taravin edhe ma ndej shkojnë shpi. Edhe qka me pa, ky ka qenë gjuda, qka ke ushtru ti, Luan? Po, gjudo. Gjudo, ka ushtru një sport, edhe mashallah shpatullat në. Mobe mos folë ashtu? Jo bre, po, kjo në gjë normale, nuk është mare kjo, qka po mbohë shumë nga muzdi, e se po t'heki atë. Të une po dalë. Ani, hajtë di se po t'janë mare. Edhe Soni, une po falem namaz, edhe kure pash ky e bëna njetë me falë namazin e Taravis, Allahu Ekber, zonin pëlqejmë, hinin zemë. Po, veç ma ndej une u lidha namaz, e po e këshyri këto, hej more zot qarë shpatula i paska, hej more zot sa zonin e mirë, hej more zot hoxha, që ka pufqen e hoxha. Edhe thash, unë e shfarti, ma e kum hup namazin, të shumë e more zot, bëne që këtë djallet me ndonë për mu, bak. Një me namaz nuk isha, po mu plotësu dëshira. Kur me këthem kokën, po tham, koka vlau i Hasibës, Hasibja është kunata e Po thash ky koka vlau i Hasibës, tash unë e kuptova ku është fatia, ma ndeja preka gishtin e tjera tjera. Ua, sa interesant. Na jemi dashuru në namaz bashkë me qëtë surën që e ka lezu. Lutje kom bozu, bone që djalin e të mendon për mua, aknena ku se kom hi me falë namaz, e që falë namaz mendë si kam kërkun.
Zënja Iqballa, ju t'ja është këtë diçka tjetër e jam janë diçka tjetër. Hajde, E shumë e një mbledhjem këtu në Gjermani, edhe e shumë e një mbledhjem pitham nuk e di me një nej, edhe kër e kam përshëndet, burin si e kam po kër e kam përshëndet që e kam zhot dorën, në s'kena ditë të njerë me thonë flotër, ata po utanë, në kena thonë, zdurët mu sillën park, aty si e kam po, kër e kam përshëndet edhe për dorë, e kam këshyrë sy, kam thonë që kështë fati jam, vetit. Kjo është caktimi i Zotit, nuk ka ndodhë kjo rastësisht. Ju. Zoti e ka caktu me shku qatë dit, në qatë vend, qatë person, edhe qato ndjenja. është e pa përshkruar, është nuk e di, e njëjta u kon edhe e burrit, që tani kur kemi dalë erën e dytë, kemi lanë me mu taku edhe njëherë të bëjmë mishmi prap, ama ju kështune, të njëjtën e ka përshkruar edhe kjo. Po, prej asoj dite, është e njëjta harmoni, e njëjta është interesant. Po, keni dashurinë e qipër, dashurinë e pastër. Edhe unë jam dashurun shikim të parë. Edhe pse nuk e besojnë, shumë kur i të regon që bjetimat a egziston e dashuria në shikim të parë, unë e thëmë po. Edhe njëherë një debat me që të honën, kishëm një debat e shumë tup, edhe po bëjmë debat, unë e po thëmë nuk e di qka konë hona, di qka për dur. Unë ja këshyre e dur, nuk kanë shumë rëndësi. Edhe ajo kimia mes durve u konë që diçka sikur një energji. Aty e kam vrejt une që wow, që kjo është për mua. Këto kretë kanë kesh shusha këshyrë dur, a i ka dur me thera, a unë e kisha kretë diçka tjetër. Këta të e filozofojshin, e diskuteshin, nuk e këshyrë dur. Ama jo nuk u pushtat me temen, se ti u duh me thonë që energjia që mu ka transmitu kër e kom prejkë, të me thonë kër e kom dhënë duren, se faktikisht energjinë e transmitojnë për mes durve, pikat energjike që i kemi. Aty tema u konë, a duhet moshtë mi pas durët ma të buta se femna, ta që shumë. Që është u konë tema, a duhet mi pas durët e pasër të butë, mi pas durët e... Lavdimi s'ka po të thotë, mundë, lavdrimi... Garam djekon të falë. Po, lavdrimi ka qefe e ka bo një hobi kështu me mëngut mu, se e din që unë nuk i ha fort foret. A i si keni punë mirë, a i si me shaka? Jo, nuk i kam në punë të keq me kërkonin. A një mirë, si shaka, falë. Po, si shaka. Orna. A që ta shumë ki uru mirë, vëlla. Vasaluan. Apo blini jo atje, apo gatuni, ma mirë ndro. Ja, Nga gatu me vasaluan. Oj, Hana, shtu e ki Iqballën, ku marrë letër A4, e kum shkryt një letër dashurie, e kum djekë si anash me qibrit, e të në kapak, adin kështu. Po, më bo, si ma djetër më bo. Edhe kum ly me parfem, zarf, edhe një laps kemik në gjyrë roze, ja kum ble se kishte qef asit holla, tere ka qenë shumë rallë edhe kanë kushtu shumë ato. S'ka pasë në Prizren. E qështu. Qysh po më shkrin kri para dhe ju mama me babin kur të kalzojnë qështu, se babi jam i shkon shak me dojen tam, kishin punu bashkë kur janë konë 3, edhe ki babi të shku aty të nejtë, janë shoqnu kështu normal, edhe të jaknu ata, o, moj ti me sytë e zi, mamit. Edhe mama bën, me që të manë je ka do me dikës, tu hek je romantik pi kreje kur. Sa ja, lasht romantik. Që ashtu e prej natyrës dikush është, edhe nuk e ka aktrim, për shembull Luani nuk din me aktru ndjenjat. Jo, e ka shpi natyres, është dikush jam të mash që të shtu pi natyres. E dojnë dashnin, e dojnë partnerin, e dojnë jetën edhe nuk e kanë komplekse edhe me shprej. Vetëm se dallon të mashkujt, dallon dashuria edhe i dashurum. Po mendoj dallon të mashkull edhe femra, me dasht edhe me dashuru. Mashkulli mundet me dasht, shumë femra, mundet me dasht, po me dashuru vetëm një.
Kupton? Mundet edhe pa dashuru mundet me jetu. A femra mundet me dashuru vetëm një, a me tjertë nuk e ka dashuri, veç hajde, me dashuru edhe me dash. E pse zonja Iqbal moshkulli mundet me dashuru njëkohësisht? Me dasht. Po, Me dashuru jo. Me dash, pse mundet me dash njëkohësisht? Sepse- Ndryshe. Po mendoj se testosteroni nuk mundet me menaxhu. Po, edhe unë e menoj, bravo, edhe unë qashtu e Una- di. Unë besoj. Natyra e testosteronin kur s'mundet me menaxhu, Menaxhu. ai nëse nuk është shumë i besueshëm te Zoti edhe i dashuruar te gruaja vet, ai është në gjendje me dhënë dashni. Pa kontroll. Jo me u dashuru. Prandaj unë e kom gruaja, ajo kur dashuron, vetëm një e dashuron. Iqbal e Ajo shkruaj mundet se me ka pas, mend. mundet të ndoshta ato, për shembull, unë e dashuroj vetëm Luan. Ja, Vishta- s'ka frena ish. Vishta këto 18 vjeçare jam me këto. Domethënë 40 vjet jam rrit, e di që shmerr frym, e di kur merr frym, pse merr frym, pse ka marrat frymarrje e tjera. Mirë po, unë Mere e lapsin dashuroj. shkruaj Unë e një fjalim dashuroj para Luanin. Ama mundi edhe mos me Me leje, Sa laps. me leje me bo një pyetje kështu për me ditë edhe se normal se edhe i di pak se prind, besoj se e pasna në gjenerat qysh ti po kallëzën, ka kësi në gjenerat me nënën time. Dhe e tregon kur jën dalë, kur jën pa prind e mi, jën pa pini distancë 200 metra njënë me tjetër. Distanca ka qenë 200 metra, dhe ato për ato e kam lërsu njënë tjetërin, në distancë, dhe ka vazhdue në fejes, dhe janë në regull këtë super. Por pyetja jam është, a ka ma vlerë që e dashuria se kohë, apo kjo dashuria se në kohën e sodit se jem të jetu? Cela është ma me vlerë, si pas juve se jeni pak ma... Unë për Daja. një viti mendoj dashuria, mu dashuru është ka shumë vlerë. A me dasht nuk ka vlerë. Sepse, si që thash, gruja mundet me dashuru një person deri sa të vdes. Mirë po mundet me dasht, për shembull u ka nda prej burrit parë e don dikon tjetër. Ose ndahet prej atij burrit, ndahet prej një lidhje prap e don dikon tjetër. Por në qënësinë e saj vetëm një person është që e dashuron. Do me thonë, unë e kum pas që një 10 vite e kum pas një dhe jëmë dao pe i saj, aja ende po mdej ka mu si pas të je. Ajo, nëse ti ke kriju të ajo përshtypja, ajo ty ende të dashuron, po ndoshta nuk të don. Sepse edhe unë i tham Luanit, për shembull i tham shpesh hej bre, unë ty të du, ama veprat e tua nuk ti du. Unë ty të dashuroj me shpirt, ama veprat e tua po ma zbehin dashnin, ama ato që jam ndjenjë abstrakte që spreket, ajo që jam e dashurume në ty, ajo nuk zbehet. A që nuk të du, nuk e du. Bile kur bën gabime, ka 3 ditë si kum fort kur jam ka në ri. Çka ka pas Luani me bo? E ki kum kallëzu me një vit. Se tash një buri ka bën 1 herë, 2 herë, 3 herë, qose gruaja gjithmonë ja fal, ai harron gabimet. Bravo. E pejgamberi çka ka thonë? Fëmis mani i natë. Spaku 3 ditë kur ta bën një vepër të keqe, mos i jepni zemër. Ju e doni ata, po ka dalë. Mos i jepni, sepse ai fëmia e don nonën. Edhe kur vjen te nona, mami, ai të sheti mami i dhnushëm. Edhe fëmia thot, çka pas kom gabu që mami jam. I përkujtohet gabimi. E kjo, na jemi gratë edukatore. Na ndoshta se kom marrë një burun e edukum që du une, sepse nona vetë që ka dit me kohën e saj. Prandaj unë edukoj burin tem si fëminte. Edhe kur bëj ke gabime, ky prap si buri, ma bike një lullë me në tajnë, po herët e ke pru lullën. Po pa i thue. Po, herët e ke pru lullën. Është më vërë 3 ditë nga.
O, i natja 2-3 ditë, ande i thëshëm, ky hajbe ma, hajbe send, po më falë bre, falë shumë rallë ka kërku, po hajtë. Edhe, A di pse kjo mendoj unë? Se edhe, burit a di i që i vjen- kom po mund, i kom thonë 3 sende, i ka. Një, me rezervu një dhëmë të hotel. Në 2, me ma qitë një dark, edhe 3 me ma ble një dhurat. Jo vetëm me një gongje trëndafili, jo, ajo ka me të po në dëshkim. Si kur fëmija, kur bën gabime, nuk duhet me ndëshku me dajake me send, po qka ka dëshirë? E ka dëshirë tabletin, ajo iPhone-in ose diçka. Që ato kim jam marrë. Edhe unë e dishëm qka ka burë jem dëshirë, edhe jam meshëm qatë dëshirën e ti, i thëshëm për me pas që dëshirë ki 3 sende. Shko rezervoje në hotel, ajo kushtoj ke. E tash, shko përësit e një dark, edhe ajo kushtoj ke, edhe shko një najsend, najsfarovski, shka ki mundësi, najsend, jo me një gongje. 500 euro Nuk e len me gabu shumë më ndej. Se din që kushton, po, shumë Po, vërtet. Ma kujtove me edhe, edhe një shfalerk me pas, gruja të na shqiptarët, na mendojmë se gruja është e krijuar për burin, për mirëqenjen e burit, gabim katastrofal. Qyre hana çka po tregon, qyre. Le, ngo, se shumë. Edhe nuk është e krijuar gruja për mirëqenjen e burit, apo burri për mirëqenjen e gruas, por jemi të krijuar për me gjetë prehje. E kur gjajmë prehje është ma shumë se paqja. U preht, për vdes dikush thot, u preht në paqe. Shumë vërtet. Andaj, për me gjetë prehjen, me zburit edhe gruas, ky duhet me vdek pakës. Me vdek prej dëshirave të veta që i ka. Edhe me artë une me gjetë prehjen. Mos me më kuptu mu se une jom qenje për mirë qenjen e ti. E vetë kuptushme. Jemi 2 qenje për prehje ndaj njëri tjetrit. E kur ta kryen këtë lidhje në prehjes, atër cili burr e bon veten që gruja kur ka problem, kur ka vujtje, kur ka hidhërim, kur ka vajtim, piklim, ajo grua shkon e qetë kokën e ti me lot të gjoksi i burrit. Ja zemër 10 metra e prej meje. Ose të pren, jo marë unë s'kam kur gjo, unë e kam Allahin. Edhe, kur ta qetë një grue, kur je bo ti burr, burrave në përgjithësi, që gruja jote, kur ka brenga, kur ka probleme, me ardhë me qitë kokën të gjoksi jote, të pren jote edhe me kajt, që atër ti ke kriju. Qyre muslimi shka po të pyt, një farë muslimi këtu. Hajde. Ti je shia, po do, ti je shia. Une jam muslimane, elhamdulillah, edhe syni, edhe shia, edhe kret. E qështu unë mendoj se burat shumë dojnë, po pak dashurojnë. A gratë një e dashurojnë, por tjerët i duan. O, me pa qëvar strofe më ka ranë men ti. Hajde, zemrën. Hajde, edhe po kthejmë atër të burrat edhe të femnat se dashurojnë femnat vish një herë. Hajde bre lavdim, po do t'a bon, shkruje bre lavdim, mirë po të thoni. Burat s'jena nasni tefterna. Ju gratë keni çmimin e madh, po prap po doni vetit me azbrit dhe po thoni drejtat e barabarta. Islami ju ka thonë 3 herë drejtat më të mëdha se burrit. Kur e kam pyet profetin, kone dush ma shumë, po nonën, pastaj babën. Gjeneti jonë është nër kom të nonës, pra prap gjinia femrore. E që më karan men një fjali, po vetëm kur don mashkulli, kur e don një femën, edhe kur ndihet i dashuruar, vetëm atëherë gjithçka të shkëlqen. Po bravo, që kjo është shumë e mirë. Që të thuja vetit, se je. Po për që ato po të thirin e erë ditën, qka më thire, o veç me ta një zonë, naj ditën e mirë kërc, e më sheli. A kur ka pun, harron gruën. Jo, s'haroj, po s'po du me të pengu, se di që je busy, my friend. I love you. I love you too. Hajde kthejmë, ma kujtove këtë dënimin që ja ki bu për pora bëtës Luan me mënyrën e edukimit të djalit vogël,
kur nuk i bjen notat si duhet, ja i ki kompjuterin. Gentiana Alimi po lyp në i lokal bukur, ka lokale, E lexova. po shkruaj Do ta në shkruaj numrin e 044 telefonit. 200 413. Shkruaj në WhatsApp 200 413 044. Se këtu Gentiana me shkrujt, TikTok-i na hek. Për që të po të thëmë. Shiko, me psikologji është fëmija duhet mu eduku në 3 etapa. 3 E tretë shtashë. edhe burin që se prindërimi shumë lidhet me edukimin e fëmis. Çfarë prind na jemi. Une, 3 etapa ka 7 vite. Vitin Ana, e faleminderit. 7 vitet e para, fëmija është si mbret. Çka do në bon ai? E ndona baba janë si shërptor, sa i s'din çka do është me shti dorën në ujë të nxehtë, me djeg. Ai çka don duhet me bon, na duhet si shërptor mu kujdes. Prej 7 deri në 14, atëherë më fëmija duhet me qenë shërbëtor, e nona baba janë mbret. I ndrojnë rolet se boll 7 vjetë mua që to e ke pru. E mande vjen prej 14 deri në moshën 21, ky 7 që i tret, ky është shumë i rëndësishëm për adoleshentët. Në këtë kohë, prindri që ka thënë duhet më bërë si shok, po edhe me majtë autoritetin e prindrit autoritativ. Jo autoritar me sundu. E prej 14 deri në 17, baba nona janë mbretënesh, a fëmija është vezir, është këshilltar. Do me thënë, nëse du unë vezir, që ashtu që këshillohet mbreti me vezirin, që se unë du me regullu një kotec pulave, une e di që ndoshta ajo mu po më duhet se du të një shti pulat ose garajën, baba do në me ndreq një garajë, edhe e din që duhet rafte, duhet ato këto. Por kurse si baba nuk ban me bo garajën vet, ose me mjeshtër, ose me punëtor. Po du të me thonë prita pys djalin se djali mos po din diçka ma mirë, ose vajzën, prita po du që të dhomën me ly, mi andru një ngjyrë, ajo thot vajza, jo ma mos e bën këtë ngjyrën, po këtë, s'pa ku mu konsultu. Nëse prej 14 deri 21, baba, nona nuk konsultohet me fëmijë, me u bën najherë naiv, kinë se s'po din, se s'pja pret fëmijës, ajo është këtë një bot tjetër, por në qëse nuk konsultohet, aj fëmi mon një gozh në muri s'ka me ditë me qitë. E aj fëmi është problem i gruas pas. Shumë e vërtet. Shumë. Ose i burrit. Edhe i burrit edhe i gruas. Po. Jo i gruas, edhe vajza, po. Vajza është problem Problemi i burrit. Po. I burrit se gjithë ka prit nona mja bon, nona mja shtu sofrën, nona. Ose djali gjithë ka prit, e ka pa nonën që shpi shërben babës, edhe ai qas i grua e kërkon. Ju vetëm folni mu po m'vin inspirimet. Hajde. Men mestu tu divane, mara kiberet khane, se të barë tura guftem, kem khordu se pejmane. Faleminderit shumë. Unë jam budalla ti i dehur. Në jam i dashuruar për ty. Sa herë të kom thonë, mos e te pro. Se kush ka me na qu tash në shtëpi? Kjo është Sadi Shirazi, kjo është filozofi ma, edhe ai u dehke prej leximit të shkrimit të poezive, edhe ka pas një shok shumë të ngushtë, edhe ata jo që u dehshin me raki, po prej shkrimeve, prej inspirimeve të mëdhaja tërë natën, edhe ai më thoi ke mandej Sadi Shirazi është një poet, filozofi madh i lashtë. Para 3-400 viteve ai thot men edhe njerë, men destu? Men mestu tu divane. Unë i dehur, ti po thot budalla, jo në ata spektin budalla. Ta herë... Mara kiberet khane, kush ka me na qun shpitash? Shpitash, unë i dehur ti budalla, pastaj? Te të barë tura guftem. Sa herë të thonë, mos e te pro me alkohol. Se të barë tura guftem, kem khordu se pejmane.
Kem, shumë pak. Shumë pak, ku më thonë me qitë kësi dashurinë për gota. Po tjetë e projshe. Po për Mejnunin dhe Lejlen që kjo interesanti që shpo më vjen. Po, Mejnuni, Lejla, ato jemi... Eger badi geranesh bud mejli, qëra gjame mera beshkes Lejli. Veç pak, Lejla ka qenë një vajzë e pasur. Edhe vajzë që ka punu në palatin mbretëror. Ndërka që Mejnuni ka qenë një djalë mesatar, por ka qenë shumë i dashuruar në Lejlen. E tash vazhdo? Eger badi geranesh bud mejli, nëse dikon tjetër e don Lejla përveç meje, se ajo shpërndaj ke ushqim për fukarat. E çdo fukara e ka pas pjatën e vetë prej xhamit. Edhe kur erdhi rendi Mejnunit, apo Romeos, apo që shme të thonë? Jo, Mejnuni është, s'ka të Okej, Mejnuni, edhe Lejla ja merë pjatën edhe ja thënë edhe ja më bon me dorë hec. Hajde. Lene që si ka dhënë bukë, po edhe pjatën ja ka thy. Ullët atje mes fukarave, mes shokve. Mes shokve, krejt ata të hangër bukë. Kë ish pikëshyr ata, pak pikëshyr ata, mande drejt sytë veç të Lejla atje. Edhe i thënë këta shok, mos thuj mo që po donë Lejla. Lejla sot u dasht. Lene që s'ka dhënë më hangër. Po edhe pjatën ta ka thy. Ky përgjigjet po nëse dikon tjetër pos meje e don Lejla, pse vetëm pjatën teme e ka thy? Që do me thënë, kjo Zoti i jep sprova njerëzve që i do, që ka dashni. Edhe Lejla e ka sprovu Mejnunin, e ka lënë pa bukë, e ka lënë pa pjatë, pse e ka dasht. Edhe neve Zoti na sprovon, qysh ishte ajeti kuranor, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم Zoti ju sprovon me fukarallëk, me marrje tjetave, marrjen e një shpirtit në familje, naksin minel vali, ju pakson pasurinë e juaj, minel vali vel anfusi, ve themerat, edhe me frikë. Bujqësi, edhe me frikë, me gjitha të sprovon. Zoti të sprovon me marrjen e një shpirtit në një familje. A keni pa kur vdes dikush në familje, mas asaj shumë persona vetëdijsohen për diçka, ka ku ka vdekja. Me ta merr Zoti pasurinë, ç'a thot pejgamberi, thot, kur ta merr Zoti evlatin, prap të zën gjumi. Po kur ta merr pasunin, nuk të merr gjumi çaçkollaj. Do me thënë edhe kjo është një sprovë e madhe, shkon pasunia, me një shpirt, me frikë, kretë je okej, sen, i ki gjonat kretë në rregull, familjen, djali, vajzën, martesat, shtëpia, gjitha i ki, por një frikë ankth ta qonë në Zoti. Ose na e qojmë prej punëve tona, ose për shembull frikë është lufta, edhe kjo është një sprovë. Se si e përballon ti si besimtar, edhe ai që nuk është besimtar, ai ma keq e përballon. Dikush jo besimtar, pra frikën ma lehtë e përballon. Edhe me mall, me shpirt, që topra. Prandaj është shumë interesant që na duhet, edhe kur je shumë mirë, do të me çdo mëngjes, kur ngritesh me thënë, me hap dritaren, perden, me njëherë me këqyr qiellin, ose me qelë dritaren edhe ma mirë, edhe me falenderu. Faleminderit o Zot për çato të mira që i kanë. Faleminderit o Zot që e bëre me pa edhe këtë ditë sot. E për ata që kanë ankth, duhet me marr abdes, me flek, me abdes, me lexu të spidovën këtu në Prishtinë, shumë po e deshin, aleikum selam albo, dhe me lexu felekin edhe nasin. Kjo është ilaç për ankthin. Gjallëri po thot një pyetje, po kujt mja po pyetje, nas po dim kur ço burr. Zene, mirëseve.
që ky Alboiksi është katolik, e na përshëndet me selam aleikum, sa interesant. Bravo, faleminderit. Zotin katolik është, a? Ani shumë mirë, kjo është kultura. Profeti Muhammed kur si ka përshëndet katolikët me selam aleikum, po ja ka përshëndet me selamin, me përshëndetjen e tyre. Prandaj edhe unë shpesher gjithmonë thom njerë përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ty, mandej selam aleikum. Po nëse thojmë në gjuhën shqipe nuk ka problem. Faleminderit Alboiksi. Po jemi vëllezër, me të krishterët jemi vëllezër, më besoni. Që ashtu edhe unë ju thëmë, po s'po më gojnë disa janë të përçaka gjashëm. Daja, Ata s'janë Por të na i krishterë. nderuar. ata tregoj shahadetin e krishterëve. Po me knasi nga i qyshja. La Dëshmi. ilahe illallah, Isa kelimullah, Musa Nuk ka- ruhullah. Po. Gjajshëm që të dishka. Shqip, nuk ka Zot tjetër. Përveç Allahut, përveç Zotit, Isa është fjala e Zotit. Është shpirti i Zotit. Do me thonë, Ruhul Kudus. Përmendet në Kur'an. Ruh i thënë shpirtit, fryma e Zotit. Se edhe në barkun e nënës, pa fry Zotin në 12 javë, thot, dhe pasi e formësoj fëmijën në barkun e nënës, ja dërgoj një shkëndi nga fryma ime. Pa ja vendos qatë frymën, fëmija nuk lëviz në bark. Prandaj, na muslimon, lëvizjen e parë, e që të ndona dorën në barkun e saj, kur ta ndëgjon që, kur ta vërteton që po lëviz, në atë moment i ka hyrë fryma e Zotit. Po jo si djali i Zotit, apo si frym e Zotit, po si frym krijim i Zotit, në krijesën e tij. E si la mësonin edhe hanën me fol. Shumë mirë jeni të fol, na po ndëgjojmë edhe po mësojmë unë për veti, po Po dëgjoj. Sa e sinqert kjo, sa e që është ajo fjalave, kur nuk lyp shumë modest, që shëtë. Modeste. po. Kur Po, ka e ndarë du modestin, po. kur ka darë zoti modestin ti dyër ki në radhë me marrë. Po besë, anë faleminderit, unë i marrë si kompliment, po, edhe i vlerësoj njerëz që janë modest, se mendoj që është një ndër vërtetet më të mira që na si krijesa duhet mi pas. Luljetën e kum bo follow, nuk e di pse masi. E, gjalleri, hajde, që da pyte Vetëm vallaj. se Mona, Soni mundesh me shku zemër me flet. Ju përqafi shumë. Natë mirë. Oj, të puthi. Gjithashtu. Natën, Soni, vetëm natën e mirë, Soni, natën e mirë. Edhe modestia duhet me pas kujdesen, do njëherë është modestia e rrejshme, ose modestia e teprume, edhe njerëzit e keq përdorin modestin. Prandaj nëse nuk e ruan një të drejtë tënde, për shkak modestisë, ose një vlerë tënde, për shkak modestisë, mos u habit kur atë drejtën tënde ta marrin. Jom habit, e ko marrë këtë lekcion. A e ke marrë? Jom habit, po. Se njerëzit s'din me çmu modestin. Shumë e kjo artë e marrim si vetë kuptushme, po kjo është ajo që na bën njerëz edhe gabimçar, po e kam momin kështu si këshilltare të jetës, edhe kom thonë edhe një ditë e kom përmend këtu, nuk e di, u kom përcaluan, që më ka thonë ti duhesh më kujdes më shumë për veten. Këto ma ka thonë në fakt para divorcit. Duhesh më kujdes për veten, se nëse ti nuk je mirë, jo që nuk mundesh me ndihmu kërkuj, po edhe do t'ju bosh barr atyve që i don. E kështu që altruizmi din më konë shumë kontraproduktiv, po një balancë është e mirë. Balancë është e mirë. Shumë e vërtet. Edhe modestia, do me thonë, çdo kujve ja tregon kufit ku i ka. Okej, unë e kam qëtë problem, ama unë po ballafaqohem, ama të lutem mos lëshoni shigjeta çdo kush. Normal. Jo, unë nuk e thash prej modestis, po e thash që shëndjeva, se po mësoj shumë, dhe kur kam çka me ngu, me knatësi më të madhe, Abeja, përshëndetje.
E gjallëri nuk kanë ardhur pyetjet për Besën, unë nuk jam të po pyetje. Po, dhe unë s'po shoh. Iqbale, Alea, po i nderuar. qysh i kishte thonë Hanës anglisht hëna ime? Majmun. Unë, ama majmun. Me pauzë, me pauzë. Majmun. A këti i thëmë qashtu në herë, mos u bon hëna ime. Hëna A i ime thëmë plotë. shqip për mu bo për fëmit me Po, madhe. pak zotin pranoja, a unë atë këmë thonë në herë qashtu, anglisht. Kur jetë s'm ke thënë. As anglisht as kështu. Majmun ke thënë gjithmonë ti më thonë. Ja, kur s'të këmë thonë. Ama jo në atë aspektin majmunit. Po, hana ime i ke thonë, pra. Po, majmunit kur s'm ke thënë. Për informacion sot e kemi hënën e plotë. Hëna e plotë e parë e vitit. Është muaj i Rexhep, për ndryshe janë 4 muaj të përmendur në Kur'an. Okej. Rexhep, Recep, Shaban, Ramazan. Ramazani, Rebiulahi. Recep, Shaban, Ramazan. Rebiul Kada, jo, no, Shabani nuk është. Rexhepi është prej këtyre muajve, as Ramazani nuk është. Rebiulahir e kam aty 4 muajt e shenjtë. Okej, që të muaj jemi, do më thënë, pardje ka qenë pardje, se tash ka kalu koha, ditëlindja e Imam Aliut. Për ndryshe, kur shkoni me pa aty vallë, shkruan në internet, vallë of Imam Ali. Muri Imam Aliut është mrenda te qabja, ku ka lindë Imam Aliu, që është kjo qabja, edhe nona e Imam Aliut, pra Imam Aliu është dhëndri i profetit Muhammed, edhe grua ka pas Fatimën, çikën e pejgamberit, nuk ka qenë profetaj, po ka qenë lider, imam, lider shpirtëror, jo imam i xhamis, po i krejt botës. Edhe nonën e vete kanë kap dhimbtët, kjo ka qenë para islamit. Sa i ka lind para fesë islame, edhe kur ka hyrë mrenda, 3 ditë ka nejt nona vetë, mrenda në qabe, edhe qëtë pjesë, u ka qa muri, kur ka lind edhe ka qetë dritë. Wow. Dhe tash para 10 vjetëve, ai mbreti Arabis gjithmonë e kanë mëlu ato gurët e qabës i kanë mëlu me segjade. Arsyeja, jo që më ndok më e mirë, sepse më e mirë është kur të shihet vjetërsia. Jo ti me mëlu me atë segjadën e qëndisme me arje e pallavra. Hiç s'ka nevojë ajo. Por kjo është një mrekulli që ka mbet, edhe çka kanë bën para 10 vjetëve, gjithan kohën mbrëmje e kanë bën me asi brusalit, vër, edhe e kanë ly me ngjyrë, në mëngjes, si ka dalë mëngjesi, prap ajo vup, kanë dalë ato qamjet e murit. Desh një pyetje komportaja. Kanë përdor lloj-lloj ngjyra, edhe më janë lodh njerëzit tu bëj eksperimente që ngjyra nuk pe kap. Malteri, ajo balta, si thojnë malteri. Nuk e man ato, po. Kërgjës pe man, e tash ka kanë bo, atë perdën e madhe e kanë hapë kështu, edhe e kanë lanë qelat murin, edhe njerëzit kur kanë smundje, diçka sende për lloj-lloj smundje, aty shkojnë për me prek, për me bo mrekulli Zoti me atë personi. Mos u ka shëru dikush i yti aty. Po, ti e shëru. Edhe na kur kemi shku 1995, problem ka pas Luani me fullqit. Do me thonë, ju kanë shtrëngu fullqit, edhe 4 ditë kemi shku me autobus, a i folke i gbalë, ma e pak një gotuj. I s'po dishme me mitu. S'po di une, hajde që shke fol, hajde takshe. I po me jep një për du shumë. S'ka mund me fol për i fullqive, plus kur kemi hi me autobus, a i ka pasja do barna, bensidin e tjera, edhe ja kanë gjujt ato roja të mendu se janë naj drog, naj sen, edhe në kufi, edhe veç kur ka shku atje, shkum, na se kemi dit, veç shkum aty edhe pam një besimtar,
shumë musliman që është prej familjes pejgamberit, se ata janë shumë të dishëm, shumë të pastër në dieni. Edhe ai tha, çka ki, tha, kështu, pse po flet kështu, tha, burriot, pse po flet, thash, ka bre problem me muskujt që tu. O, tha, keni arë vendin ma të mirë. Çka me bo? Tha, vetëm e të shkon, tha, te qabja, edhe ti qetë dorët aty, te ajo qabja e murit, që shokon qabja këtu, kreti qabja e murit. Unë tani me shkryt wall of Imam Ali, in Qabek, Kabe, jo Kabe, K-A-B-E. Mekesh, me shkrune muri Imam Aliut, ajo ju del aty, edhe veç kur ka shku luani të qaj muri që aty, jo të ajo guri zi që është, anena është, ma ndej, edhe veç kur ti ka qitë dur që shtu, tak, o zot të lutëm për hatër të Imam Aliut, për hatër pejgamberit, hiq ma këtë smundje. Edhe veç kur ka nis me kajt, i ka arë një bërtim shumë e madhe, unë e kom met, jom tut, shka u bodhash, u smu ma shumë, kur po vjen kënena, i balë jam mirë, filloj me fol mirë. Wow. E që ky është shumë një vendi ku bëhen mrekullit, te qabja. Dhe që tash që 10 vjetë falë zotit e kanë shpluat pjesë. Këtë muj që nisa me thonë, ka qenë ditëlindja Imam Aliut, edhe është shumë mirë çdo mëngjes me kërku pendim, edhe me thonë nimi herë gjatë ditës ose gjatë 2-3 ditëve sa të mundish, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kërejt e bën Zoti mrekulli me trupin ton, me gjendjen familje, edhe me këndu sa më shumë Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Këto e bëjmë edhe në namaz. Por e keni edhe videon veprimet gjatë të une e keni e veta prej fillimit është më poshtë. Veprimet gjatë muajit të Rexhep. Keni aty një 10 video të fundit, kontrolloni pak më poshtë, aty shkruan krejt çka duhet me bë, por e keni edhe në YouTube, e shkruni te Iqbal Huduti, është kanali im zyrtar. Edhe aty. Aty e Iqbal Huduti, edhe shkoni te playlist e shtypni, tak? Edhe kur ta shtypni playlist, shkoni te mësimet islame. E aty i keni krejt mësimet islame, nuk ka të bëjë me psikologji, se psikologji është tjetër, zhvillimi personal është. Pandaj ka këngë, aktrime, tjera, kreti aktrim pra ka. Aty e keni mësime islame. Pra shkoni te Iqbal Huduti në YouTube, playlistin gjithmonë e shtypni, se pa e shtyp playlistin ajo ju këndej, te playlisti mësime islame. Ta ke shtyp aty edhe veç i lexon titujt, janë videot ka 20 minuta, ka 5 minuta, ka 2 minuta. Edhe si mas titulli, çka sheh aty e shtyp. Ka sende të mira. Anton Zefi. Edhe që ta, thotë Zoti, ky është muaji im edhe për këtë muaj unë shpërblej, edhe thotë këtë muaj do t'i jap, do t'ja ndryshoj jetën edhe atij që më lutet, edhe atij që nuk më lutet. Hajde Anton Zefi, Anton i pakulturum. E vetë, regaib do me thonë dëshira, muaji i dëshirave, ky turqisht urta po thotë. Regaib aji, do me thonë dëshirave. Muaj i dëshirave. Për atun e lexova për honën këtë muaj që hona këtë muaj është, do me thonë është hona pare plot e vitit edhe që është shumë me shumë energji. Po, se është edhe viti, po përputhet edhe me vitin 2026. Me numrin e, po ndërlidhet në krejt aspektet kjo. Te shiko, tash kur është ona e plot në islam, se ka 2 lloj kalendare. Kalendari gregorian, që kemi na. Ky kalendari që fillon me 1 janar edhe përfundon me 31 dhjetor. I ka 4 stinë e tjera. Dhe kemi kalendarin hijri. Kjo është si mas Kuranit. Ky kalendari hijri gjithmonë 10 ditë përpara hec. Për shembull, tash e kemi Ramazanin me duket 14 apo 15 shkurt.
Do më thonë, vjetë kemi pas në Mars. Pra gjithmonë shkon 10 ditë ma herët. Pra, 10 ditë i ka mangu ki muj i hijri. Po ç'është e dallojnë? Tash, kur ta shihni hanën e plot, kjo do me thonë është mesi i mujit. Dhe kjo tash fillon mu bo hana mu zvoglu, mu bo si drapën. Edhe 14 ditë, do më thonë, muji ka 28 ditë, edhe energjia femnes funksionon njëjtë, jo si kalendari Gregorian, po Gregorian, po falënderit. Do më thonë, faktikisht muji ka 28 ditë. Edhe ndarjet, edhe dermatologia shpjegon kështu si ndarjet e qelizave, të lëkurës edhe çdo organit bën çdo 28 ditë. Tu e lidh me kretë ciklat të femnes, të lëkurës, kretë organeve. Më thonë, na jemi komplet të lidhën me natyrën, ky sistemi që kemi tashti është komplet kundër natyrës të qenjes njerëzore. Edhe unë pra jam shumë e lidhë me hanën. Se energjia, do më thonë, energjia e krejt gjonave që na rrethon e ndikon në materjen, në fizikun tonë. A din që një thanje profetit thot, vetëm me shiku hanën, vetëm me dalë dhe me shiku. Çdo natë është njësoj sikur se me adhuru, me boj ibadet, vepër adhurimi, sikur namaz që falish. Ritual. Shumë se vapë. Veç me shiku. Po. E vërtet është, më thënë, këtë të senet që i kom lexu deri tash, po ndërlidhen me këto që po i thuaj, për çka po të ngoj me vëmendje se faktikisht i po tregon për ajete kuranore, po tregon për eksperiencat e tuja, mu po ndërlidhen me këtë gjonat e mia që i kom lexu edhe për jetu deri tash. Po, ti koke shumë spirituale. Shumë spirituale jam. A beson është rregullat e natës martesore? Është një libër, ai portali është tash duke u riparu, po fati unë që e kom nxerr ato rregullat e natës martesore, për me lind fëmit mire, të shëndoshe dhe mendërisht dhe psiqikisht dhe fizikisht, a beson që ka rregulla, për shembull, falni, ju jeni tash është nata, jeni kretë rritura, nëse bëjnë marrëdhënie intime burje dhe gruaja para lindjes para muzgut, falni, para mbrëmjes, pra muzgut natës, që se bëjnë pra masi kindis deri në akşam, marrëdhënie seksuale, fëmia lindet me sytë e shtrëntë. Mandej thot, nëse bëjnë marrëdhënie kur bie shi, Vale, në Amerikë është tash ditën ka mundësi fëmijat ndëgjojnë. Lene da lejlet se se... Okej, jenë rregullat martesore, edhe unë mundi ato mja qitë këtu në Facebookin temi, Gvalle Berisha Huduti, po për fat keq, ky libër nuk është ende në link, sepse janë të riparu. Po ideja shumë e mirë me marë me shtyp se është libër i vogël. Edhe është, zonja Iqballe, kjo është shumë e kapshme se e lidhet me hanën, që ato dashta me të regu. Është shumë edhe për mu kretë të gjonat fetore që ti shpjegon janë shumë të kapshme edhe të logjikshme me funksionin e trupit tonë dhe hormoneve që na kemi qetësinë që kemi në mramje, gjandrën pineale që në mramje na punon ma shumë që kemi ma shumë melatonin në trup, melatonin mire thash, jo melanin, melatonin edhe ajo na jep neve ato qetësinë, na rrit intuitën edhe jemi, po e thëmë ma të frytshëm, jemi ma të qetë, jemi ma, do më thonë edhe këto janë shumë sene logjike, janë... Kuj ti vjen, ajtë mos të folje dhënë, një strofë më ka ranë menda, po... Ajde zemra. Tu kez mihnet I digaram bikami nëshajet kinamet nehend ademi. Atë kujtot për këthimi? Një njeri... Personi I cili nuk brengoset për telashet e vendit ku jeton, nuk ja vlen as... Ta qua një njeri. Bravo, Oh my God.
Unë kisha lyp me Izën për zoti shtëpis, Jo, natën e Mirhana. na tha zonja Iqballe që nëse vjen zotri Luan panel do të mesim dhe një dhe që E metën, deri një dhe Jo. edhe 20 minuta zotri Luan kime ne që aty jo kuko për ty. Kuku. Jo, s'po du me ju pengu, mos po do një ju gratë me bisedu Jo, diçka po ma flasi që interesante. këtu po do të shkaku i taksave i kanë bot 12 muaj. Pse bre, s'po kota, ja i ka rëndër. Se 12 muaj janë edhe të përmendur në Kuran. Edhe 4 stin janë përmendur në Kuran, libri para 1400 vjetëve. Kret janë intervala, të mos u kapni për ato sendet asi. Pritë edhe një strofë karan men. Anon ke hakra bene zer kimja Po, konen. 6:40 në Amerikë, në 6:40, në falë zemra se veç që ky nani i shkupi, në 6:40. Hello America, I like to come in America, to live in America, I don't like more Kosovo. I am... Gjallëri, ti ki bo një pytje, po të lutëm gjallëri formuloje pytjen se kërka speqesi, shi që kërka topi s'po të kërset. Unë e kuptoj gjallërin, tash ja këqyri pyetje. Ko manel, Hajde vazhdo zemër ti çka pate, vazhdo. Veç pak. Sa femra shkojnë dhe lidhen me burrat martum. Neve çka po na im puna jo punë. Jo, kuptojmë mirë, po pyet. Hajde edhe një herë lexoje Albini Sa femra shkojnë dhe lidhen me burrat martum. Nuk e dim na numrin e saktë. Ka dash me thonë dhe me kësaj sa femra. Po, ka dash me thonë sa femra lidhen edhe shkojnë me burrat martum. Po në Për këto ka një asi, thotë Zoti mallkimi i Zotit ka me qenë mbi atë grue që e tradhton dyshekun Erdo. Mos fol shumë erdo. E tradhton dyshekun e burrit, është mallkimi i Zotit. Ka i vjen plus 3 sende Zoti ja merr njerëzve që mirën me marrëdhënie jashtë martesore. Që mundesh me pas 2 gra, ama jo një grua 2 shfalerka e 3 shfalerka. E tjera, për ato, thot Zoti, kam ja marë nurin, dritën prej ftyrës, që i bjerë lumëturin, e dyta, thot, kam ja marë pasunin, do me thënë, kadal, kam ja shkatru, kam ja marë pasunin, dhe e treta, thot, kam ja marë, se imoraliteti sjell smundje morale. Smundjet morale janë infektimet, sidat, smundjet e lloj-llojshme, edhe thot Paresa, nervoza, po infektimet, krejt. Edhe i bjerë këtu edhe ajo ana e çmendurisë, sepse një femër e cila bën tradhti, edhe një mashkull e cili bën tradhti, pra kurvërim në Kur'an thuhet, ata kadal fillojnë edhe psiqikisht mos me kuptu të bardhën edhe të zezën, të mirën e të keqen. Janë normaliteti aty ne. Po, pra, lumturin, pasurin edhe shëndet. 3 sende i merë. Tash e të llogarit ajo grua ka e sop, gruaja e martume me shku me burra tjerë. Veç edhe një fjali plise, se asi. Edhe 15 minuta. Anon ke hakra benezer kimja konend. Aja poved ke kusheje qeshmi bima konend. Af, sa e mirë është kjo. Anon ke hakra. Kur mundet. Personi që me shikimin e vet, gurin në diamante zbërthen. A ka mund si val të më shikon me qoshin e syrit të vet. Me skajin, apo do me thënë, kur mundet, e këto, për kanë e kanë thurë këto? Për profetin Për Imam Ali a.s. që ka lind dje. Dje ka pas ditlindjen. Dje ditlindjen. Do me thënë që gurin e shëndron në diamant. Njëkohësisht numërohet edhe dita e burrave, dita e baballarëve. Ditlindja, po një javë ditë, java, zotëni, kukune s'kum ble kur gjom, fal. Hiç, s'ke nevoj me mbleti mu. Ani mirë. Jo një Veç durat për pysën e ty, a përdojnë qaj kafe, me më thonë, po du një qaj. Fenomen.
Sa bukur. Ana, Orna Vaciluan. Ismet, po pret Iqbalja një libër edhe një 2-3-4 javë, Po? 2 javë. e Nehan. Përshëndetje i nderuar Luan. A ka fjalën për mua ku me ditë? Po për juve. Po. Përshëndetje Han. Edhe çka ke puna librit? Edhe me të pas në listë Iqbalja me të dhonë një libër se e lexon e arsyeton impenjimin e saj. Me kënaqësi, besoj që e kam shumë me marr aty. Po. Unë romane romantike zakonisht nuk lexoj. Po, Ky libër imi është nëpër konferenca ndërkombëtare. okay. Ka motive politike, sociale, ma shumë, Okay. edhe fetare, si dhe ka raporte rreth Kosovës, ku e kam prezantuar në Kosovën nëpër konferenca, dhe ka tematika që lidhen shumë me gruan dhe me personalitetin e gruas. Po ky libër është i 4-ti, 5-ti me radhë, por është pak ma shumë shkencor. Ndërka që ato tjerët që mendoj jam kështu në përfundim, nuk jam, po i kam tubu gjitha Materialet. shkërume, po duhet mi seleksionu. Ato janë pak më ndryshe, ato janë libra psikosocial, psikologjik, nga zyrja ime, nga jeta ime, nga problemet, si ka mundur mi zbërthy në suksese, në forcë, nuk kam rënë nga problemet në... Unë e kam në zgjedh me qurmesi. prezentu Kosovën, edhe ty po të prezentoj edhe Këto, Bacaluan, falë që po ndërprej, po duna me ndërit qëtu, këto janë njerëzit që nuk kanë një uri për përgjësinë e vetë si banori një shteti. Une jam e sigur që mund Gjermani gjitha femnat e kosovare ose shqiptare më prezentojnë në formë indirekte. Kështu që secili prej neve jemi ambasador,